që gabimi i LDK-s në vazhdimsi është që s'kan qëndrime politike të caktuara, sepse mos marrja e vendimeve është shumë ma e dëmshme, sësa nëse merr një vendim të gabuar ose diçka. Nuk ka pas qëndrim prej fillimit se a është për pozitën e presidentës që me pranu Vjosa Osmani. Kanë thonë se e votojmë. E ka thonë krejt në fund. E kanë votu edhe në mandatin e parë, LDK, është zjedhë president edhe me votat e LDK-s. Kanë thonë e votojmë, kanë thonë e votojmë. Nuk ka qenë gjendje Albin Kurti me pranu, sepse ka pas një konkurencë drejt për drejt. E kalon hi Albin Kurti Vjosa Osmani. E ka konkurencë të drejt për drejt. Po tash nëse e ka përfatsu mirë vendin, se mos mi avazhdu edhe një mandat. Ajo u konë, do me thonë, pyetja që e kanë bo dhe njerëz brenda vetë vendosjes. Si do t'jetë konkurencë presidenti me kryeministrin e një vend? Ma kalon hije, do me thonë, askush nuk e ka taku Albin Kurtin, edhe nuk do me taku. Do me thonë, gjdo të takim që e ka pas, ka arrit me depërtu në State Department, po që kjo përvecimi i raporteve me individin nuk është i mirë, Lavdem. E ka pas si lidere bashkëpunuse, Albin Kurti nuk ka dashkur kush me taku. Edhe kjo i ka pengu Albin Kurti. Përvecimi i raporteve, i marrëdhënieve me SBA-n, nuk po them Lavdem që ka bërë gabim Vjosa, po përvecimi i raporteve në raport me SBA-n, populli i Kosovës, institucionet e Kosovës, në vazhdimsi edhe e kanë raport të jashtëzakonshëm me SBA-n. Po, Vjosa Osmani ka bërë një punë të shkëlqyer në arenën ndërkombëtare. Po para kësaj hajde flasim për faktet që para syve të Vjosa Osmanit kanë te kalu. Unë jam shumë i pakënaqur, domethënë për ushtri. I kena marrë sanksionet. Ambasadorët amerikan kanë marrë shembull edhe fyes, kanë marrë edhe fyes, veç ta përfundoj argumentin, Lavdem. Tash ti kur je përballë sanksioneve, kur je përballë përjashtimeve, kur je përballë mbylljes së derës në shtëpinë e bardhë, kur nuk je në asnjë tavolinë të diskutimit ku ka përfaqësues, edhe kur ti merr pjesë mandej e shesi diçka që u kthy shumë e madhe, edhe mandej e merr si një rikthim të madh ose një parafrim të madh. Domethënë, kur vinë parafrim të raporteve, në raport me krejt qëto që të kanë ndodhur ty për një mandat 5 vjeçar, ti e sheh një rezultat. Po para kësaj, pi harrona deklaratat e Escobarit. Domethënë, deklaratat e Escobarit që kanë qenë, domethënë janë të merrsisht shqetësuese. Edhe ajo SBA-ja nuk ndron qasje për 24 orë. Gjitha këto që i kemi thonë në studio televizive. Po veç edhe Vjosa është një... Edhe bashkëshorti saj nga ka qujtë ndërmarrje e përbashkët kriminale. Mirë, po flasim për fatësimet në viteve të fundit, politikën e jashme, avërsia asaj... Lavdem, nuk mendoj që ndonjë Vjosa ka qenë në raport si kundërshtore